Nga 2026, pensioni shtyhet, lodhja mbetet. Nga janari 2026 hyn në fushë ndryshime të reja në skemën e pensioneve, si pjesë e reformës së sigurimeve shoqërore të miratuar që në vitin 2015. Ndryshimet prekin drejt për drejt moshën e daljes në pension për gratë dhe vitet e vjetërsisë në punë për të dyja gjinit, duke e bërë pensionin gjithnjë më të largët për shumicën e qytetarëve. Mosha e daljes në pension 2026. Burra 65 vjeç. Gra 62 vjeç, me rritje prej 2 muajsh çdo vit, deri në 63 vjeç në 2032. Vjetërsia në punë. 2025, 38 vjet e 8 muaj. 2026, 39 vjet. Reforma parashikon që në vitin 2056, mosha e pensionit të arrijë 67 vjeç për të dyja gjinit. Ndërkohë, pensioni llogaritet sipas një formule që lidhet drejt për drejt me vitet e sigurimit, duke penalizuar çdo që nuk arrin dot normën e plotë të kontributeve. Në teori, këto masa synojnë qëndrueshmërinë e skemës. Në praktik, ato përkthehen në më shumë vite pune, më pak siguri dhe një pension që shumica nuk do ta shijojë kurrë realisht. Sidomos për gratë që përballen me ndërprerje karriere, paga më të ulëta dhe barë sociale më të madhe, kriteret e reja janë goditje dyfisht. Mesazhi që u jepet qytetarëve është i thjeshtë dhe cinik. Punoni më shumë, prisni më gjatë, përfitoni më pak. Prandaj vazhdoni të rrini, të hani e të pini, të besoni se gjërat rregullohen vetë. Mos dilni në protest. Pensionin me këto ligje ose nuk do ta arrini, ose nuk do ta shijoni kurrë.